Ai që do të gjetet kryetari i kuvendit do të jetë emër. Është minimale transparencë. Jo, nuk është çështje mungesës së transparencës, është debati i vazhdueshëm dhe vendoset në momentin ku krijohen rrethonat e favorshme dhe të përshtatshme për me vazhdimtutje. Kjo opozit asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe. Përshëndetje për të gjithë. Unë si ministër në detyrë, sot kam bën ndërheqje tek forci e kryeministit të Republikës Kosovës, Albin Kurti. Dhe rrjedhimisht me qenë se është detyrë ligjore dhe kushtetuese, konstituimi i kuvendit edhe pika numër 1 që nënkupton verifikimi i mandateve, një gjë të tillë e pamundsoi lista sërbska me abstenim dhe opozita duke votuar kundër. Kjo është një rrethonë e re që në aspektin kushtetues, ligjor dhe të rregullorës së punës së kuvendit nuk është e paraportë e definuar, edhe rrjedhimisht kryesuesi i seancës së sotme ka vendosur që për një situatë të tillë të re të krijuar të drejtohet Presidentit të Republikës Kosovës dhe rrjedhimisht është në diskrecionin e Presidentës të kthejnë për një përgjigje ose të drejtohet gjykatës së kushtetues. Nëse sot jam dorëheqjen pra keni dorëzuar te kryeministri, pse nuk e keni bërë një gjë të tillë një ditë para verifikimit? Po, unë dorëheqjen e jap kur të vlerësojnë, jo kur do të. Kur e vlerëson ligji? Ligji e vlerëson dhe thotë se para dhënies së vetimit. Ne para dhënies së vetimit i kemi deponuar dorëheqjet tek shefi i qeverisë, Albin Kurti, e Albin Kurti i ka deponuar pjesën e dorëheqjes ish kryetarit ose kryetarit në detyrë deri në zgjedhjen e një kryetari të ri Glau Konjusës. Nuk ka asnjë mekanizëm tjetër se si mund të bëhet ndryshe. Ajo që dihet është që lista sërbska dhe opozita e pamundsoi konstituimin e institucioneve ose hapjen e parë zgjedhjen e kryetarit. Jo vetëm lista sërbska, ka edhe antarë Po antarë tjerë të komiteteve jo shumicë që nuk kanë marrë pjesë, arsyeja pse nuk kanë marrë pjesë është krejt rasti për shkak se disa prej tyre kanë marrë pjesë në komisionin për verifikimin e mandateve dhe rrjedhimisht ka qenë momenti jo i përshtatshëm që nuk janë gjendë në Fatona, keni jeni për krye parlamentar, ju si parti shumicë. Në rast se do të verifikoheshin mandatet, ne kemi pas emrin për krye parlamentar, kurdo që vije koha e shpalosëm në emrin e krye parlamentar. A vënë dorëheqje të gjithë ministrat? Të gjithë ministrat kanë ofruar dorëheqje. Mirë po, pavarësisht që kemi dhënë dorëheqje, unë kthehem në zyrën të ministrit për shkak se largimi i kryeministit në detyrë nga zyra e kryeministit edhe largimi i ministrave nga zyret e ministrive me çrast do të krijonte mundësia krijimit të një hendeku të madh, nën kupton që dikush nesër mund të na thonë që kemi bërë vepra penale deri në nivel të tradhtisë Emri i ri do të shpaloset momenti kur ne të kemi të verifikuar mandatet edhe kur të krijohet hapësira rrethona kushtetuese dhe ligjore që të konstituojnë kuvendin. Apo nga guxo? Është çështje e diskrecionit të koalicionit vetë vendosje guxo dhe alternativa se kush është emri. Vetë ka marrë disa komunikime nga për zgjerimin e 4 deputetëve nga lista tjetër. A mund të shkruaj raport? Nuk kam çka flas në këtë fazë përderisa opozita dhe lista sërbska ka mundsuar konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës për të hapur mundësi dhe për të futur në afate ligjore dhe kushtetuese për të pas institucione e Republika Kosovës për të pas kryetarin e kuvendit dhe rrjedhimisht të hyrë në afate kushtetuese për nominimin e mandatarit për kryeministër të qeverisë. Zoti Beca, kemi marrëveshje me Nusrin? A keni arritur marrëveshje me Nusrin? Është çështje e deklarimit që përfaqësues e listës këtë rast kryetari zoti Limaj është diskrecion dhe është çështje tipike, nuk mundem me Kandidat për krye parlamentare. Përfoljet janë nga më të ndryshme, nuk jam këtu për me dhënë përgjigje për përfolje. Po, është emër që jam tu, a keni emër një për krye parlamentare? Ai që do të gjetet kryetari i kuvendit do të jetë emër. Është minimale transparencë. Jo, nuk është çështje mungesës së transparencës, është debati i vazhdueshëm dhe vendoset në momentin ku krijohen rrethonat e favorshme dhe të përshtatshme për me vazhdimtutje. Nëse vini në momentin që duhet gjithë se ta propozojnë pas opozita një emër, sepse kanë thënë që nuk e votojnë asnjë emër që propozon vetë. A do ta votoni veç për me konstituu
Jo, për shkak se një rrethon të tillë nën kupton shkeljet e kushtetutës, për shkak se ka interpretim për këtë çështje, kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar që del nga zgjedhjet e është ekskluzivisht e drejtë e grupit më të madh parlamentar të zgjedh ose të propozojë. Jashtë propozimit nga grupi më i madh parlamentar, këtë rast lëvizjes vetëvendosje nuk mund të ketë kryetar tjetër. Duhet të jetë nga lëvizja vetëvendosje ose i propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Nëse nuk arrini ju ta formoni këtë pjesë, atëherë do ta votoni kandidatin e opozitës nëse. Jo, ajo është shkelje kushtetuese dhe nuk vjen shprehje. Nuk mund të ndodhë një situatë e tillë. A mundi me shkojnë zgjedhje? A mundi me shkojnë zgjedhje? Kretë opsionet mbeten përderisa ne jemi para një situate që asnjëherë institucionet e Kosovës nuk janë gjendë para një situate të tillë, është çështja e interpretimit të Presidentes së Republikës Kosovës si përfaqësues e unitetit popullit ndërkohë, po mandej edhe interpretimit që mund të pasu nga gjykata kushtetuese në rast se presidenti a vendosur një drejtues. Nëse presidenti kemi deputet të listës serbëve të cilët do ta votojnë qeverinë e re, sepse është raportuar që 4 deputet listës serbëve do ta votojnë qeverinë. Unë nuk jam këtu për me fol për ose me i komentu për foljet. Ne nuk kemi asnjë komunikim me listën srpska, edhe synimet edhe angazhimin tonë për t'i dhuru Kosovës institucione në shërbim të Kosovës asnjëherë nuk e bazojmë tek numrat edhe komunikimin me listën srpske. Nëse presidenti thotë që duhet të tërheqen në formë individuale, secili në formë tjetër për dallim prej kësaj që e keni dhënë. A do ta respektoni atë mendim apo do ta dërgoni në kushtetuese? Unë nuk jam këtu për të komentuar për situata Po hipotetike. Unë jam këtu për të dhënë një shpjegim edhe për shkrim të asaj se çka ndodhi në seancën edhe cilat janë hapa tutje. Ju falenderoj shumë. Gjithë mirë. Fundvall. Pra ajo çka e bën shqetësuese këtë situatë është që opozita, pra kjo opozitë, asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe, as në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as në kohën kur diskutohej për certifikimin, gjithsesi regjistrimin e partive politike, por këta kanë hall kryetarin e lëvizjes, këta kanë hall Albin Kurtin, këta kanë hall lëvizjen vetëvendosje. Pra, lutem ta përfundoj. Edhe një herë ta përsëris, pra nuk kanë këta hall me listën serbe. Nën kryetari i cilit subjekt politik ka bërë sulm terrorist në territorin e Republikës Kosovës, me shrast të zhvran një polic i Republikës Kosovës, pra asnjë fjalë kundrejt tyre, asnjë vendim kundrejt tyre, por kanë hall vetëvendosjen dhe kanë hall Albin Kurtin. Prandaj edhe një herë ta ripërsëris, ne si kabinet i kemi kryer të gjitha obligimet që i kemi pasur, sipas ligjit, sipas kushtetutës. Por që këta nuk ishin të interesuar ta konstituojnë kuvendin e Republikës Kosovës, këta po tentojnë që ta vonojnë konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës dhe jemi në këtë rrethman të tillë. Siç e keni parë, kryesuesi i seancës konstituive, zoti Dehari, ka thënë që për shkak të rrethanave do të njoftohet presidentja dhe tani e shohim pastaj pra se cili do të jetë vazhdimësia.